Thënie nga James Joyce. James Joyce ishte shkrimtar, poet dhe dramaturg irlandez. Konsiderohet një ndër shkrimtarët me më famë botërore të të gjithë kohrave. Citojmë disa prej thënieve të tij. Çfarëdo që të bëjë një grua, e di se ku duhet të ndalë vrapin. Kjo i bën mirë zemrës, të shohësh lumenit dhe liçejt, lulet me të gjitha trajtat, aromat dhe ngjyrat që shpërthejnë. Burrave të ligj edhe 20 gjepa të kenë, nuk ju dalin të fusin gënjeshtrat. Gratë e pasgjuara pandejnë se dashuria është ofsham. S'mund të bësh para në këtë botë pa një çik stil. Originaliteti, megjithse shpërblen vetveten, nuk është se korr sukses për herë. Nuk e ndërojnë dot atë dheun, të ndërojnë më mirë bisedën. Është fundekrye absurde të urresh njerëzit vetëm se jetojnë në anën tjetër të qytetit dhe flasin gjuhë tjetër. Përgjigjja më e butë e heq zemrimin. Gënjeshtrat që dikush rrethen për vete, ndoshta nuk vlejnë asnjë mbajtëse qiriri. Kush të do edhe këmishën tënde pisë. Betejë për jetën është ligj i ekzistencës. Nga qeshura zë lartë dallohet mendja bosh. Edhe i verbri thot që i ka sytë në ballë. Jeni të drejtë para se të tregoheni bujar. Gjumi nxjerrë pa anën më të keqe të çdo kujt. Fëmijët mbas bëjnë përjashtim. Instinkti drejton botën.